që 6 muaj duhan persit para se të tymosin përballën me imazhe as pak të këndshme në paketin e cigareve, duke u kujtuar se duhani dëmton seriozisht shëndetin. Por duket se këto paketime nuk po luajnë asnjë rol të rëndësishëm në vetëdijsimin e duhanperzëve. Edhe pse pamjet e trishtueshme të sëmundjeve të shkaktuara nga duhani janë të dukshme në paketat e cigareve, qytetarët e Kosovës vazhdojnë njëjta konsumojnë këtë produkt. Në një bisedë për Arbresh Info, një shitës cigaresh duke dashur të mbetet diskret, për redaksin ton tregon se fotografit asgjë nuk ka ndryshuar. Sipas tij, personat që kanë pirë cigare vazhdojnë ta pinë. Jo, asgjë nuk ka ndikuar, cigaret shiten po ashtu si më parë, ai që e ka pirë vazhdon ta pi, pavarësisht nëse ka foto ose jo. Ministria e Shëndetësisë ka menduar se kjo do t'i ndihmojë qytetarët ta lënë duhanin, por fotografia nuk ka ndikuar fare. Disa gërditin nga ato fotografi të shëntuara, por përkundrazi ata vazhdojnë ta pinë. Çdo paket cigareje ka këto fotografi dhe të gjitha kompanitë e shesin kështu. Unë shes cigare për rreth 10 vjet. Ky udhëzim administrativ nuk ka ndikuar as pak në rënien e biznesit tim dhe nuk kam vënë re asnjë ndryshim. Si shiteshin më parë, po ashtu shiten edhe tani. Klientët më të shpesh janë ata të moshës 30 deri në 50 vjeç, të cilët konsumojnë më shumë. Në anën tjetër, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik pretendon se këto paketime kanë pasur efekt, së paku në ndërgjegjësimin e popullatës për njohjen e rreziqeve që ka për shëndetin përdorimi i duhanit. Sipas KSHPK-s, periudha 6 muajore është e vogël për të parë rezultate. Udhëzimi administrativ për vërejtjet e kombinuara shëndetësore ka filluar të zbatohet nga 1 shtatori 2024, domethënë ka 6 muaj e 3 javë që është në zbatim, dhe nga reagimet e para shihet që ka pasur efekte, së paku në ndërgjegjësimin e popullatës, me thekse të rinjët për njohjen e rreziqeve të drejtpërdrejta që ka për shëndetin përdorimi i duhanit dhe produkteve të tij. Normalisht 6 muaj është një periudhë ende e hershme për të vlerësuar ndikimin. Ndryshe me 25 prill të vitit 2024 është nënshkruar udhëzimi administrativ që përcakton rregullat për vendosjen e fotografive apo ilustrimeve të tjera dhe tekstit, mesazh informues për efektet negative të duhanit në paketimet e produkteve të duhanit dhe të ndërlidhura me duhanin. Ky udhëzim derivon nga ligji për kontrollin e duhanit dhe u nënshkrua nga Ministri i Shëndetësisë. Ky ligj hyri në fuqi me 1 shtator të vitit 2024.